lartë. Nefsul mutmaina, shpirti i bindur plotësisht tek Zoti i Madhërisht. Domthon besimtar që ai kur çuhet mjes vesh mirë, mendon me bë mirë. Mendon mirë, vepron mirë, flet mirë. Ai është hajri katunit, e hajri qytetit, e hajri kujshisë, e hajri shtëpisë, e hajri vetit. E mira vetit. Pra ky quhet nefsul mutmaina, shpirti i bindur plotësisht tek Allahu i Madhërisht. Ka shumë rëndësi të madhe kjo. Ne çdo ditë synojmë me hinë të ky shpirt i bindur tek Allahu i Madhërisht, prandaj edhe agjerimi kishte këtë synim dhe ka këtë synim me na bën nefsul mutmaina, shpirtat e bindur plotësisht tek Krijuesi i Madhërisht. Pastaj vjen ai lawama që është i luhatshëm. Si thon, herë është kënej, herë anaj, nuk ka stabilitet. Po gjithmonë nëse ushqejmë këto, është mundësia me kalu të i bindur i plotësisht tek Allahu subhanahu wa taala. Pastaj është emaratu bisu, Zoti na rujt. Është shpirti i keq. Si thom te na, Zot na ruaj prej tyne, si tuat mjes mundohet me i bë dëm vete edhe kojshis. Allah mos na provo. Pra si thom na vesh mendjen për keq e ka, për dallash. Kështu që te tre i përmend Zotin Kur'an. Të parin thot mu bën kështu, mu bind e me orë, thot mu bën njerëz të mirë në rrugë të Zotit, dytit i thot hajde kënej, mos rria nej, tretit i thot na le veten se je ka jeton në terr. E thot Allahu nuru samawati wal ard, unë jam Zoti, pra që jam dritë e qiejve dhe tokëve dhe wama bainahum dhe çka ka mes tyre. Rabbus samawati wal ard, wama bainahum, pra unë jam Zoti i qiejve dhe tokëve dhe çka ka mes tyre. Anna rabbuka al-a'la, unë jam Zoti i Madhërisht. Edhe i thot këtij nefsu amaratu bisu, i thot ejna tadhhabun, ka je ka shkon, ku je duke shkuar? Pra që ta stopoj dhe ti thot ndalo krijesa ime. Prandaj ta ruha than kalu bela, o Zoti jem, dëshmuan, alhastu billah, pra a besuat Zotin, dëshmuat që besuat Zotin, elhamdulillah. Prandaj, nuk është kollaj, por duhet me punua. Por shumë gjona që